Lerida do të bësh pak më këtë. Gjitha kanë rëndësi. Qendra e djathtë. Ti ke rëndësi kryesore. Djathta ekstreme nuk bën. Pak më tre. Gati e me. Ditën e djeshme, në emër edhe të Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociimin, i kam dërguar Komisionit Europian, Autoritetit të Konkurencës në BE, Komisionerit për Konkurencën, Delegacionit Bashkimit Europian, Parlamentit Europian, një shkres ku i njoftoj që ligji për portet turistike, ndryshimi i fundit që vjen këtu në Parlament, është në shkelje të marrëveshjes stabilizim asociimi, po njëkohësisht shkel edhe 3 kapituj të legjislacionit BE-s, më saktësisht kapitullin 5, 8 dhe 14. Nuk është gjë e re që ligjet që kalojnë këtu në Parlament janë ligje me porosi, janë ligje që mbrojnë interesat veçanta, por ligji i porteve është ligji 18 në radhën e ligjeve që vinë këtu në Parlament me porosi, është ligj me porosi. Këtu nuk bëhet fjalë vetëm thjesht për një ndryshim të thjesht ligjor. Këtu bëhet fjalë për një model qeverisje. Një model qeverisje që ndan paran publike, që ndan asetet publike, që ndan pronat publike, sikur t'i kënd nënës e të babës. Është një model qeverisje që fatkeqësisht sot po e varfron Shqipërinë. Por nga ana tjetër është edhe mënyra se si qeveria shqiptare e koncepton procesin e integrimit. Procesi i integrimit në fund të ditës nuk është vetëm një listë detyrimesh që kryhen në letër dhe nuk zbatohen, por janë edhe standarde në praktik. Qeveria shqiptare ka marrë parasysh që ligjin e investimeve strategjike ta anulloj dhe ta pezulloj atë me njëherë edhe si detyrim i kapitullit 31, është një nga detyrimet përmbyllëse të kapitullit 31 ligji investimeve strategjike. Ndërkohë që këtë ligj e kam akoma në fuqi dhe duhet përfundoj brenda këtij viti, qeveria shqiptare thot kush merr një investim strategjik ne do japim edhe një port. Pagar këto të gjitha. Do marrin dhe përfitime taksash, ndërkohë që në çdo prokurim tjetër publik, edhe për një stilolaps, edhe për një mjet pune të çdo bashkie, të çdo drejtorie ka gar, asetet publike këtu ipen pagar. Ky është ligji më i shpejt, paktën në kaq vite sa jam unë në Parlament, ligji që ka kaluar me shpejtësi më të madhe. Ditën e martë nisën diskutime në orën 11:30 dhe përfunduan po ditën e martë në orën 10 të darkës. Një ligj që është miratuar me shpejtësinë e dritës. Kemi pas ligje tjera të rëndësishme që duheshin edhe për procesin e integrimit e nuk kanë kaluar. Unë nuk besoj që është vendi që as komisioni, as vendet anëtare, as Parlamenti Evropian të mbyllë syt, po është momenti që tani që negociatat janë hapur, të ketë më shumë vëmendje ndaj Shqipërisë për çdo ligj që kalon këtu, po edhe për çdo vjedhje dhe zaptim që ndodh, sepse kjo në fakt është vjedhje dhe zaptimi i pronës publike. Faleminderit.